kishën vitin. Shtetin utopik, blerimi Po, ata kanë qenë me Ka ta me raklime e tukesh. Ajo ngova. Me hek. Se kanë jetu shumë mirë. Se ta futur tani në filozofi e sociologji. Hajde të bina se sot në kuvend kishte letërsi. Po. Po dëgjoj Grahim se këta po qëtën me të ndërprej pak me taktike. Kanë detyrë. Lektyrë se kanë, po. So e rrit investimet e jashtme. Kosova sot Qëtu 4 vjetë. Problemet kallëzutash. Po të tregova so e rrit GDP-ja. So e rrit rruga. Pak se ishte duke më. Vish një sekund Vetëm pak, Shqipe, zotria ju, Shqipe. Atëherë do të më dhon So ull papunësia, so rrit GDP-ja. Që tu kritë të So rrit inflacioni. So rrit eksporti, më falë, edhe investimet kapitale. Investimet e jashtme. Edhe 5 pyetje tjera dhe është intervistë. Që tu 4 pyetje të regonë, so rrit para 4 viteve. Sot, simbas gjitha dhonave, edhe simbas vetë Ministrit Financave, e ki inflacionin 4.7 Kosovë. Jo, be nuk ka. Rritja ekonomike 4.5. Prit, vete ka thonë Hekora, 1.6. Po, më lente, aje ka thonë. 1.6. Aje diferenca mes rritjes Jo, s'ka diferencë, është annual inflation rate, apo do mujore, blerem. Apo a vet, apo do ne mi kallëzu. Jo, ti so pasak pëhem shifra. 47% a 1.6. Na ti fjole publike du të me mod para ku ta du të me mod, normalisht. Sot e ki deficitin tregtor më të lartë se kur. Jo, s'është, kjo s'është vërtet. Njo me 11, uko njo me 6 ata. 5.4. Jo me 6 ata. Jo me 4 miljard. Ku i gjithë ato dhona që s'pëtit? Dhonate e qeverisë Republikës Kosovë. E si soj kullutimeve ekonomike të LTK-s, a shka? Morë këshërit të statistikave të Kosovës. Himbok qëndrore. Ku po me në që ina? Himbok qëndrore. Jo më pyta problemi ju kallëzu. Po veç këtë dallash. Në mund të dojnë inflacioni 5.1. Na po të pysim për mund dallash. Na po duhet me ta çmontu argumentit ti po duhet. Jo, s'pe çmontoni, po bëni zhurmë. Po folni, veç goni. Po ngojnë ana. Pyetja ishte, a kanë jetu shqiptarë, qytetarë të Republikës Kosovës